Po, realisht në 10:30 kemi grupi parlamentar i LDK-s. Menoj që kur fituesi i zgjedhjeve nuk është në gjendje me zgjidh një gërç parlamentar në Kuvendin e Kosovës, nuk është në gjendje as me qeverisë vendin. Domethënë, kjo nuk bëhet pa marrëveshje politike, e marrëveshja politike normalisht bëhet me pjekuri politike dhe jo me inate politike. Nuk është obligim, siç thot zoti Kurti, që vi në seancë çdo 4 tetor dhe e përfundoj obligimin tim qytetar. Obligim është marrëveshje politike për dalje prej situatës politike në të cilën jemi. Do të marrë situatën tash do pak edhe presidenti. Dje u tha që mbase tash do të me ridërgull diçka në gjykatë kushtetuese me sqaru pjesët që kanë mbetur të mjegullta. Si është ndrimi juaj? Patjetër që presidentja duhet me marrë rol në këtë drejtim. Unë kujtoj që sot është një seancë jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse pas aktvendimit gjykatës kushtetuese është seanca e parë në të cilën mund të bëjmë një hap tjetër në drejtim të gjykatës kushtetuese prapë të marrë rol, sepse nëse rendi i ditës ndrohet nga vendimi i parë që është ndruar nga zotëri Deari, atëherë prapë bëjmë shkelje kushtetuese. Kështu që lutem prej lëvizjes vetëvendosje që ta kthej pikën e rendit të ditës dhe të vazhdojmë tutje me seancë parlamentare. Nëse thirreni prej Kurtit sërish në takim konsultativ, do të merrni pjesë meqense i pari shkoi pa rezultat? Patjetër që ne jemi për çdo konsultim me partitë politike për dalje prej këtij ngërçi politik dhe kujtoj që ky ngërç dilet jo me inate, po me bashkëpunim të ndërsjellë partive politike, por lëvizja vetëvendosje duhet bëj hapjen e radhës që në këtë seancë mos të çet në rend të ditës votimin e msheft, sepse është jashtë rendit të ditës. Faleminderit shumë.